Kosovës do të hiqen të gjitha sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian duke nisur nga muaji janar. Lajmi është bërë me dije nga vetë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila mori pjesë në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor në Bruksel. Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën. Në fund të samitit dhe pas diskutimeve u mor vendimi që të gjitha masat të hiqen Kosovës, ku një pjesë e madhe hiqen sot dhe një pjesë në fund të janarit, njoftoi Osmani. Në videon e shpërndar nga Osmani në Facebook shfaqet dhe kryeministri Rama, i cili vlerëson përpjekjet titanike të presidentes për heqjen e sanksioneve të vëna ndaj Kosovës nga Unioni në verën e vitit 2023. Bashkimi Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës në 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha asokohë se mbyllja e institucioneve paralele serbe në veri të Kosovës nga autoritetet kosovare po minon përpjekjet drejt shtensionimit të situatës. Sipas një analize të Institutit për Studime të Avancuara, masat e BE-s i kanë kushtuar Kosovës rreth 613.4 milion euro në projekte të pezulluara ose të shtyra për afat të pacaktuar. Për shkak të kalimit të afateve, 7.1 milion euro janë humbur tërësisht. Sektorët më të prekur përfshin mjedisin, energjinë, digitalizimin dhe kulturën.